Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Bima që i ka çuditur të gjithë, pini një gotë me aloe vera dhe nuk do vuani kurrë nga këto sëmundje. Nga djegjet e diellit e pickimet nga insektet, xheli aloe verës është një produkt i zakonshëm në çdo kabinet mjekësor. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës E, ai përdoret gjerësisht për qetësimin e lëkurës, por a i dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime edhe në shëndet? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se ta shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë dy lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëng i cili është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjethes, këshillon dietologja Mia Sin. Ky version përjashton lateksin dhe minimizon rrezikun e efekteve laksative. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e lëngut të aloe verës dhe këshillat që ju duhet të dini para se ta përfshini në rutinën tuaj, e pasur me vitamina dhe njëkohësisht me minerale. Aloe vera përmban një sër vitaminash të cilat veprojnë si antioksidant, përfshirë vitaminën A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmban edhe minerale të rëndësishme si kalcium, krom, bakër, hekur, mangan, kalium dhe zink. Lehtëson kapslokun. Për shkak të efektit laksativ, lëngu i aloe verës mundet që të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen e zorrëve, megjithatë nuk duhet përdorur si një zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes gjithmonë në konsultim me mjekun. Filloni gjithashtu me doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë në lëngun nga pjesa e brendshme e gjethes. Mbron lëkurën. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mundet që të jetë shkaktar i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mundet që të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë më të shndritshme. Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak. Një studim i vogël i vitit 2015 të zbuloi se përdorimi i ekstraktit të aloe verës tek personat me prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të sheqerit në gjak brenda 4 javësh. Mirë po kujdes, studimi u bë me kapsula jo me lëng, prandaj nevojiten kërkime të mëtejshme për efektet afatgjata. Ka veti antiinflamatore. Vitamina C dhe E në aloe vera funksionojnë si antioksidant, të cilët ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Ato luftojnë radikalet e lira të cilat vijnë nga ndotja, duhani apo alkooli. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, një antioksidant do t'ju ndihmojë ju në rigjenerim. Forcon sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin tuaj imunitar duke mbështetur procesin e shërimit dhe përmirësimin e funksioneve mbrojtëse të trupit. Lehtëson urdhrin dhe refluksin. Një tjetër studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmoi në lehtësimin e simptomave të refluksit gastroezofageal tek personat me këtë çrregullim. Mundet që të përmirësojë shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se personat të cilët pinin lëng aloe vera ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të refluksit të acidit. Dhe gjithashtu, personat që pinë lëng aloe vera të pasuruar me një përbërës natyral të xhelit të aloe verës si asemanan patën një ulje të ndjeshme të triglicerideve pas vakteve. Edhe pse rezultatet janë vërtet mbresëlënse,
nevojiten akoma dhe studime afatgjatë, por gjithmonë sugjerohet që ju ta përdorni aloe verën me rreth 60 ml në ditë, në qoftë se jeni duke e shtuar atë për herë të parë në dietën tuaj. Më pas vëzhgoni se si ajo do të ndikojë në organizmin tuaj. Kush duhet të shmang lëngun e aloe verës? Gratë shtatzëna, pasi mundet që të nxjisë kontraksione, nënat që ushqejnë fëmijën me gjith dhe personat me probleme gastrointestinale si sindroma e zorrës së irrituar apo sëmundja e Crohn, sepse mundet që të përkeqësojë simptomat. Aloe vera është një bimë që prej shekuj është konsideruar si bima e përjetësisë për shkak të vlerave të jashtëzakonshme që ka. Kjo bimë ka përbërës antibakterial, antiviral dhe njëkohësisht kundër mykut, të cilat ndihmojnë sistemin imunitar që të pastrojë trupin nga toksina dhe patogjenët pushtues. E megjithatë, vetit e lëngut dhe të tulit, apo siç njihet, xhelit të aloe verës, nuk mbarojnë këtu. Aloe vera ka plot minerale, përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, seleniumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe njëkohësisht manganin. Këto minerale bashkëpunojnë më së miri për të fuqizuar metabolizmin. Aloe vera ka në përmbajtjen e vet enzima të rëndësishme, të cilat ndihmojnë me tretjen duke zbërthyer molekulat e yndyrës dhe sheqerit, por edhe duke reduktuar inflamacionet e ndryshme. Sipas studimeve, aloe vera përmban vitaminën B12, e cila është e nevojshme për prodhimin e ruazave të kuqe. Ky është një lajm i mirë për vegetarianët, të cilët nuk arrin të marrin mjaftueshëm vitaminë B12 nëpërmjet dietës së tyre të rregullt. Aloe vera është një burim i pasur i vitaminave A, C, E, B1, B2, B3, B6 dhe acidit folik. Si të përgatisni lëngun e aloe verës? Mund të duket e vështirë, por në fakt, gjethet e bimës mund të japin lëng edhe në mënyrë tepër të thjeshtë. Këtu ju do të gjeni të detajuar procesin e përgatitjes së lëngut të aloe verës. Pritini gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës. Gjethet kështu ndahen në gjysmë sipas gjatësisë. Siguroni që ta keni hequr cipën nga gjethet, pasi cipa e jashtme është me të vërtetë e rëndë për stomakun. Nxjerrni xhelin e aloe verës nga gjethet duke përdorur një thik. Pjesën e xhelit që keni përftuar i vendosni në mikser, shtoni 2 gota me ujë dhe lëngun e një limoni dhe përpunojeni për 30 deri në 45 sekonda. Filtrojeni lëngun që ta pastroni nga çdo fibër e tepërt e cila mund t'ju ketë kaluar gjatë heqjes së cipës. Lëngun ju mundet që ta pini veçmas ose mund ta kombinoni edhe me lëng portokalli ose dhe të shtoni limon jeshil. Për të ruajtur mjafton ta hidhni në një shishe qelçi dhe ta mbani në frigorifer dhe ta pini të freskët. Sasia e rekomanduar e konsumit të xhelit është 10 gram në ditë. Gjithmonë siguroni që të përfshini aloe vera në regjimin tuaj ushqimor, por para se ta bëni këtë duhet të siguroheni se ky produkt nuk ju shkakton alergji. Pasi më e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!